Zoti Islami, si e komentoni atmosferën e skenës politike dhe çfarë loje po luajnë aktorët kryesor politik Rama dhe Berisha, por edhe partitë e vogla rreth tyre? Këta të dy janë dy gjarpërinj të plagosur rënd politikisht po flas. E din që davan e kanë të humbur, e din se që i pret, e din që do arrestohen, po u arrestohen dhe bashkëpunëtorët ditë për ditë, këta të Edi Ramës, po do arrestohen dhe këta të tjerë të kampit tjetër, të bandës tjetër, Sali Berishës. Sepse bol i toleroi Amerika këta njerëz, bol bodhen, bol grabitën, bol shkelën, shtypën, bën çfarë do qefi. Përzun nga Shqipëria 1 milion shqiptar, vetëm gjatë këtyre 12 vjetëve që qeveris ky përbindës i gjatë, ky gorilla i gjatë, vetëm gjatë këtyre 12 vjetëve ka ikur 1 milion shqiptar nga Shqipëria. Çfarë do duhet bëjnë shqiptarët në këto zgjedhje? Por nuk do bëjë zgjedhje, unë ta kam thënë, unë e di që nuk do bëjë zgjedhje kur, ndaj nuk kam as fillim mendimi, nuk jap mendim për këtë punë, është kot që të diskutoj. Duke qenë se i referohemi njoftimit zyrtar tashmë mbi zgjedhjet, prandaj. Këta i bëjnë qefin vetës, këta e din mirë që nuk do bëjnë zgjedhje. E din, po bajnë afër simpatizantë e tyre, mbështetësit e tyre, të mos bien moralisht. Në fakt, një veta që ishin që e shoqërën se ky Elifat Mirxhafa këtu para gjysmore të këto zyra që kanë aty me një shpur, një 10 veta, sa ishin 12 veta. Dhe gjë e parë që i thash Zurdos zotëri i thash, u kritikova partije dje Vudjobat i thash, Vudjobën i thash. Pra, dhe zgjedhje nuk do bëhen, thash. Thua tha nuk do bëhen, po të them unë thash që nuk do bëhen zgjedhje, mos u lodhni kot. Me i tha të punë për ju vazhdoni punën siç e keni, thash. Pra, të dish, dua të them që unë kam thënë, them dhe i qëndroj asaj fjale që ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet emisarit dhe vizionarit, misionarit shqiptaro-amerikan, që nuk do bëhen zgjedhje. Tani në këtë botë gjithçka ndodh. Si komentoni pasuritë e sekuestruara, por edhe të konfiskuara që kanë dalë në sipërfaqe sa i përket atyre të dhëndrit të Berishës, por edhe të ish bashkëshortes së Ilir Metës, Monika Kryemadhi? Më kujtua Monika me atë fjalën, me atë që tha atëherë në intervistën që bëri me televizioni Agon, ish televizioni Agon, që tha, Sasha tha, për macën e saj ka 2 tualete, tha. Imagjino se ku kanë arritur ata me vjedhjet e tyre. Dhe unë nuk e di pse po i vonojnë. Domethënë, akoma mendojnë se do shpëtojnë. Sekuestrimet që janë bërë, duhet urgjentisht, jo sekuestrim, o të dalin në ankand dhe të jepen qytetarëve shqiptarë të shiten, sepse është mall i vjedhur. Ku i gjetën parat për zotëri për këto prona që kanë bërë? Pse nuk thonë sa të ardhur kanë, sa shpenzime kanë, çfarë kanë mbetur, si i morën këto, si i fituan? Jo më janë para, janë mall i vjedhur, janë mall hajdutësh. Prandaj do të, jo vetëm që do të janë sekuestruar, por do t'i paguaj, do të shpërnësohen. Do shpërnësohen. Këta që për një certifikat pronësie në hipoteka vete heq të 10 e ullirit, qytetarë shqiptarë, dhe më në shikojni në emisionet e mëngjesit që japin këta 1-2 televizione që flasin qytetarë shqiptarë, ditë për ditë po ankohen për poshtërësit dhe për vjedhjet dhe për grabitjet, sorollatjet, mashtrimet që u bëjnë zyrtar të këtij pushteti dhe nuk u japin letrat e pronave të tyre. Këta zotëri me hajdutëllë që e kanë fituar, me vjedhje e kanë fituar 145 që morën pushtetin, morrat e kuq, dhe me vjedhje po e vazhdojnë dhe tani. Nuk ka ndonjë dallim pjesa tjetër që quhet opozit. S'ka opozit në Shqipëri. Nuk ka, janë bashk, hanë bashk, vjedhin bashk. Po të them vetëm kaq, në të gjitha gratacielët që janë në Tiranë, Sali Berisha ose Ibiri, nuk e di kush nga ata të dy, ka 50% aksione. Ku i gjetën parat? Ku i gjetën, more? Pse nuk del Sali Berisha tot kush me çfarë pagoi atë amerikani që ka ardhur aty për t'i bërë fushatën, me çfarë pagoi? Pse nuk e thot? Të dalën të thonë qytetarëve shqiptarë se
nuk janë vetëm unë që e kërkoj këto. Janë të gjithë demokratët, por kanë frikë të flasën, sepse shqiptarëve akoma nuk u ka ikur frika. Kjo është fatkeqësi kombëtare. Menduam që në 91-shin e 92-shin vram frikën. Si të vërtet, frika pas ka ngelur brenda mendjes dhe zemrës së shqiptarëve, nuk u ikën frika. Dhe prandaj unë u them që qohuni dhe denonconi pislëqet që kanë bërë, qoftë Saliu, qoftë Dhëndri, qoftë Ibiri, qoftë Monika, qoftë Iliri, kushdo që t'jetë. Ishte Sali Berisha në pushtet me Ilir Metër kur u vë fesari Krapës. Dhe akoma s'ka dhe njëri llogari. Akoma. A mendoni se SPAK do të konfiskoj dhe bashkë me gjykatën do të sekuestroj pasuritë e politikanëve të tjerë të nivelit më të lartë, qoftë të mazhorancës, por edhe të opozitës? Unë nuk e di çfarë pengon SPAK-un tani të filloj punën. Kam pretendimet e mia. SPAK-u tani dokumentat i ka, provat i ka, nga Byroja Kombëtare e Hetimit janë kopsitur dosjet të gjitha, i kanë në tavolinë, janë mbyllur si çështje në kuptimin jo mbyllur zarfi. Jo mbyllur çështja, po mbyllur zarfi, domethënë kanë gati në tavolinë për të filluar arrestimet dhe çuarin para drejtësisë. Se di pse se bëjnë. Janë të vonuar, janë shumë të vonuar. Si e konsideroni rikthimin e përfaqësuesve amerikan të Opdatit në SPAK, por midis tyre ka shkuar edhe një agent i FBI-s, ndërkohë që nga ana tjetër kryeministri Edi Rama deklaronte se amerikanët tashmë janë larguar një herë mirë nga SPAK-u. Po Edi Rama e ka filluar me të gënjur, e ka marrë me gënjeshtra pushteti dhe vazhdon akoma të gënjej, po gënjej budallëq, jo mua s'u gënjen dot. Zotri, specialistët amerikanë vajtën në Amerikë për punë të tyre, të shtetit të tyre, i thirrën në Amerikë ata që i paguajnë dhe i kthyen në Shqipëri po ata që i paguajnë. Dhe Byroja Kombëtare e Hetimit dhe SPAK-u paguhen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ta fiksojnë shqiptarët, mos dëgjojnë mashtruesin, të mos dëgjojnë këtë mashtrues ordiner, mo ky është mashtrues nga ata të rrugëm, nuk është, ose është përbur shteti i krymbur. I gënjen tërë ditë për nuk e kanë përgjigj ta të gënjejnë. E filluai me gënjeshtra dhe me mashtrime Enver Hoxha dhe po e vazhdon dhe ky një lloj si ai. Po edhe Sali Berisha po ashtu me gënjeshtra dhe me mashtrime. Këta gënjejnë. Këta janë një parti, këta janë një grup i strukturuar kriminal që ka uzurpuar politikën në Shqipëri dhe nuk e lëshojnë. Ta kam thënë edhe një herë tjetër, janë marrë vesh në prill të 2008-s për të qenë këta gjithmonë në pushtet dhe e mbajnë pushtetin dhe Amerikë dhe perëndimorët dhe Amerika nuk foli deri dje. Shqyr që sot po flet Amerika. I harruat ambasadorët e Bashkimit Evropian, ata gangsterët, atë që na tregoi Gishin e Mesit kur vajti te drejtoria e Tiranës, i harruat xhirot dhe kafenet dhe kafet që pinte Jurikrimja, Kimetja me politikanët shqiptar. I harruat. Po i harruat atë në fatkeqësi për shqiptarët. Kur them, nuk ta them ty personalisht, kuptojemi, u them shqiptarëve nëpërmjet ekranit tuaj. O shqiptar, hapni syt, armiqtë tanë shekullor janë europianët. Hiqni çdo lloj besimi te Europa. Nuk do vemi në Europë, po them unë, nuk do vemi në Europë. Se dhe Europa vetë nuk do jetë më ajo që është. Kam besim te Amerika dhe do bëhet siç kërkon Amerika.